Mbrëm ka shpërthyer zjarr në restorant Kalaja në Gjakov. Sipas pronarit të restorantit Visar Morina, zjarri është shkaktuar nga energjia elektrike dhe vlerëson se dëmet materiale janë të mëdha. Morina tha se ka njoftuar menjëherë komunën dhe zjarrfiksit për të parandaluar zjarrin, i cili kishte kapluar pothuajse çdo cep. Ai falenderoi zjarrfiksit, të cilët dolën në vend të ngjarjes dhe ndihmuan në shuarjen e zjarrit. Kjo ka ndodhur në mrom, dikun ka 7:45 ka fillu rryma me pas lëvizje të shumta, ka pas një ndërpremje, edhe në atë moment tonë për një 10 minuta, ku dikun 8-1 minutë kum lajmu Kecin Prishtinë. Dhe kum thonë se çështë në rrugën Wesley Clark për Prishtinë ka problem te Hotel Kalaja me rrymë dhe ka vërejt që është problem i madh se ka shumë ndërpremje të rrymës dhe për atë punë kemi nal rrymën në Qilës. Ku jëm dal jashtë në barë aty për 10-15 minuta, vetëm e kum vrejt që o ka i del flaka atje të neltën kulëm të kabla rrymës. E kum lejmëru komunën, komuna ka lejmëru, më ka marrë shënimet e ka lejmëru zjarrfiksat, e kum thirrur në prap zjarrfiksat apet, ka nërë zjarrfiksat masanaj, mënu me lokalizu me nala si po e pa mundshme. Ka përfshi zjarrin të në onë. Tu ka dome shumë të mëdhaja, na nuk kemi mujtë me mrej hala, me bo të aman vlerësimin e sakt, po si pas mëndimit tim përmi 200.000 euro ose ma shumë, nuk ka pas defekt të na për mranda, veç o rryma për kablës kryesore. Ekipi i zjarrfiksëve të Gjakovës posa ka marrë lajmin ka shkuar në vendin e ngjarjes. Komandanti Pashtik Xërxa tha se jemi mobilizuar me gjitha mjetet, mirë po na është dashur të kërkojmë ndihmë edhe nga ekipet e komunave për rreth. As ka qenë zjarri i madh dhe i përishëm, kështu që kemi kërkuar ndihmë edhe nga Peja, Deçani edhe Përzreni, Ravesi. Kështu që ata nuk kanë përgjigj brigadat e zjarrfiksave që kërkuam ndihmë për këtyre. Xërxa shtoi se gjatë operacionit e parandalimit të zjarrit janë lënduar 2 zjarrfiks, por për fat të mirë gjendja atyre tashmë është stabilizuar. Unë me një shef të ndrimit, Zotri Ibrahim Gashi, kem hyrë edhe në zjarr të cilët e quajmë zjarr të mbrëmshëm. Dhe me hyrjen e zjarrit dhe fillimin e aksionit që ta lokalizojmë mos ta përhapet zjarri, nuk mujmë i parashikuar që kur e komunimi detonim nga zjarri dhe gjithë pollazi i restoranit Kara, për mbi 10-15 metra ne kemi shku për shtypje sare dhe flakës deri te dyert. Përveç ekipit të zjarrfiksëve, në vendin e ngjarjes ka ndalur edhe policia e Gjakovës. Komandanti i policisë, Kris Gjokaj, tha se dëmet të shkaktuara nga zjarri janë të konsiderueshme dhe policia do të punojë drejt ekspertizës së vlerësimit të këtij rasti. Është konstatuar se bëhet fjalë për një zjarr madhështallin Kalaja aty dhe ende shkaqet nuk dihen për momentin, mirëpo dëmet janë të konsiderueshme. Mbetet në vazhdim që së bashku me ekipet e Kecit dhe ditë edhe saktësisht domi dhe shkaqet kryesore që ardhin te zjarri. Sipas pronarit Morina, ky rast do të vazhdojë me procedurat e rregullta në gjykat në mënyrë që të shpërblehet dëmi dhe të nxirret në pa faktori kryesor që shkaktoi zjarrin.